Keks Kosova ka gjetur familjet e të miturave të cilat dyshohen se shfrytzuan për prostitucion dhe trafikim nga 2 persona të moshës së re. Ato janë të njohura për redaksin, mirë po nuk do t'i bëjnë publike për shkak të respektimit të privatësisë së tyre. 2 prej vajzave janë motra dhe jetojnë në rrethin të Ferizajt. E madhja është 18 vjet dhe tashmë është martuar, kurse e vogla është 16 vjeçare. Viktima e tretë është nga Prishtina dhe tashmë gjendet në strehimore, kurse e katërta është motra e të dyshuarës. Familjarët e motrave të mitura nga Ferizajt thonë se shoqëria me të dyshuarit VH dhe S kishte përfunduar para 9 muajsh, si shkak i insistimit të familjarëve për të mos u shoqëruar me ta. Sipas tyre, shpeshherë vajzat nuk ktheheshin në shtëpi nga 2-3 ditë dhe për to nuk dinin asgjë. Nëna e 18 vjeçares ka treguar se një herë vajza i kishte ardhur në shtëpi e rrahur nga i dyshuari, derisa ky i fundit thot se e kishte kërcënuar me familje, duke i thënë se do ta vras vëllain e babain. I kemi pyetur nëse vajzat kanë treguar në qoftë se janë shfrytzuar seksualisht me kërkesë të 2 personave të dyshuar, mirë po këta të fundit kanë thënë se nuk din asgjë, përveç ato çfarë janë thënë në polici. Sidoqoftë, familjet e të miturave thonë se u janë gëzuar faktit që të dyshuarit janë arrestuar nga policia e Kosovës, mirë po kanë frikën se këta të fundit nuk do ta marrin dënimin e merituar. 2 të pandehurit, VH nga Ferizaj dhe S nga Lipjani, dyshohet se kanë kryer veprën penale trafikim me njerëz sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Vajza e dyshuar gjendet në arrest shtëpiak, derisa djali është në parapërkim. Sipas prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se gjatë vitit 2024 e deri në muajin mars të vitit 2025 në magjistralen Prishtinë-Ferizaj, duke përdorur forcën ose kanosjen, 2 të pandehurit u kanë siguruar vajzave të mitura klientë të ndryshëm për t'ju ofruar shërbime seksuale. Bazuar në të dhënat e siguruara nga Policia e Kosovës, lidhur me shfrytëzimin seksual të fëmijëve gjatë vitit 2022, për veprat penale kundër integritetit seksual janë rreth 120 fëmijë, ndërkaq nga 1 janari e deri më 1 tetor të vitit 2023 janë rreth 83 fëmijë viktima që janë shfrytzuar seksualisht.